Drejtuesi politik I qarkut Vlorë Bujar Leskaj ka marrë pjesë në një takim të veçantë me qytetarët e nderuar çam të qytetit të Vlorës, të lagjeve Kume, Çole, Skel dhe ujë ftohtë. Ky takim organizuan në kujdesin e kandidatëve për deputet të PD dhe ASHM, zotit Edmond Fetau dhe zonjës Monika Hasani Hoshafi. Leskaj u shpreh se ishte impresionues entuziazmi I qytetarëve çam, të cilët tek Partia Demokratike kanë gjetur shtëpinë e tyre të dytë. Ju keni qenë nga mbështetësit kryesor të Partisë Demokratike në vite. Në vitin 1990, 1992, në 1991, në 1996, në vitin e mbrapsht dhe të vështirë 1997, në fitoren e 2005, 2009, edhe deri 2021 dhe 2023. Dhe të gjithë ne, sot më shumë se kur, kemi detyrë të jemi aktiv dhe këto 4 ditë në zgjedhje. Kandidatet me origjinë çame Edmond Fetau dhe Monika Hasani Hoshafi u shprehen falenderues për mbështetjen që kanë gjetur në komunitet, ndërsa prezantuan dhe programin e tyre për të ardhmen. Ato pak gjëra për të cilat unë, si të gjithë ju, jam I sigurt, është të qeni plonjat dhe çam. Dhe për këtë jam falenderues Zotit, sepse më ka dhuruar mundësinë të qeni I rrethuar nga miq dhe shok që rrallë të sjellë jeta. Një gjë tjetër shumë e bukur e traditës dhe kulturës tonë është blua jon çame. Është një thesar I vërtet, jo vetëm na njohin shqiptarët, na njohin dhe shqiptarët jashtë kufirit dhe të gjithë të huajt. Në këtë takim ka përcjell fjalën e tij dhe sekretari për marrëdhënie me publikun pranë Partisë Demokratike në Vlorë, Rezebnik Seriani. Ai është shprehur besim plot se të gjithë bashkëpatriotët e tij çam do të mbështesin në këto zgjedhje Partinë Demokratike, ashtu siç kanë qenë mbështetës të saj për 34 vite me radhë.